përjashtuar rastet e infertilitetit në Shqipëri, por jo vetëm. Pse ndodh kjo? Po. Atëherë, duhet të kuptojmë me fjalë se ne jemi, si me thënë, zemra e Europës ose zemra e Ballkanit, dhe duke qenë se jemi në disa raste, më vjen keq që duhet ta them, por duhet të thënë patjetër se një popull i cili duhet të mbijetojë dhe duhet të ruaj habitatin e vet, është shëndeti ajo që do ta mbajë të gjallë atë dhe kuptohet brezat, lindjet, dhe këtu ne kemi një problem shumë të madh. Për arsye se ushqimet të cilat futen në Shqipëri, mund të themi kemi shumë ushqime që na vijnë edhe nga vendet siç është për shembull Serbia apo shtetet të tjera, të cilat nuk janë dashamirës, por ato kanë gjithmonë një shtet të organizuar me laboratore të posaçme edhe për të dëmtuar shtetet e tjera nëpërmjet ushqimit. Pra, duke thënë me fjalë të trasha, ne marrim grurin nga jashtë. Nuk e prodhojmë vetë. Nikoj që kapaciteti është për ta prodhuar, në vendin tonë nuk stimulohet bujqësia dhe fermerët, kuptohet kjo është ha diskutim shumë çështja për arsye se detyron dhe popullin të largohet jashtë, por duhet të theksoj në këtë rast se ushqimet të cilat po përdoren në Shqipëri janë ushqime të cilat ka dhe me hormone, po ka dhe nga ato që ka me substance të dyshimte që dëmtojnë spermatozoidin ke meshkujt dhe njëkohësisht dëmtojnë edhe femrat që mos të mbeten shtatzane. Edhe kjo po na sjell një problem shumë të madh si popull, si komb.